Një nga akuzat kryesore ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, ka rënë poshtë pas rrëfimit të ri të biznesmenit italian Gabriele Taroni Longinoti. Ai ka pranuar se deklaratat e dhëna në Syri TV për përfshirjen e Veliajt në aferën e inceneratorëve ishin të rreme dhe të sajuara. Në vitin 2023, Longinoti tha 2 intervista nga Dubai ku pretendonte se e kishte takuar Veliajn dhe se ky kishte rol në blerjen e një inceneratori në Rumani. Intervistat u transmetuan gjerësisht nga Syri TV dhe u përdorën nga opozita si armë politike kundër kryebashkiakut. Biznesmeni italian ka hedhur poshtë deklaratat e mëparshme të bëra në Syri TV për Erion Veliajn, duke i quajtur ato të rreme dhe të sajuara në këmbim të premtimeve financiare. Ai ka sqaruar se nuk e ka takuar kurrë Veliajn, nuk ka pasur komunikim me të dhe nuk ka asnjë provë për përfshirjen e tij në blerjen e inceneratorëve. Longinoti thekson se vetëm dëshmitë e tij që lidhen me inceneratorin në Rumani, por jo me Veliajn, janë të vërteta dhe të mbështetura me prova. Italiani ka pranuar se ndaj tij është ngritur një padi për shpifje nga Erion Veliaj në gjykatën penale të Tiranës dhe ka shprehur keqardhje për dëmin e shkaktuar në karrierën politike të kryebashkiakut. Ai thot se deklaratat e rreme janë përdorur nga kundërshtarët politik duke u shndërruar në një mjet propagandistik. Ky zhvillim ekspozon rolin e televizionit të familjes Berisha që përdori dëshmi të fabrikuara për të ndërtuar një narrativ kundër Veliajt, e cila tani del se ka qenë një mashtrim i motivuar nga interesa financiare dhe politik.